Ndërmarrja publike Sharri do të merrë masa të përkohshme për lirimin e urës në lagjen Dardania, e cila bllokohet pas rrishjeve të shiut. Drejtori i ndërmarrjes publike Sharri, Valon Zeqiri, tha se ditëve në vijim do të pastrohet me makinerinë e ndërmarrjes dhe zjarfikësve, ndërsa më pas do të vendoset edhe një pompë për thithjen e ujit, deri në fillimin e projektit për kanalizimin atmosferik në këtë pjesë. Do të ketë një zgjidhje të përkohshme, presim që të rregullohet koha dhe shumë shpejt aty do të fillojë pastrimi i linjave që janë ekzistuese të kanalizimeve fekale, të cilat janë ato, dhe do të ketë ndoshta do të vendojmë një pompë të përkohshme e cila do ta pastrojë ujin gjatë rreshjeve deri në zgjidhjen përfundimtare të këtij projekti. Nga Komuna e Tetovës thonë se tenderimi i projektit ka përfunduar dhe për të njëjtin janë ndarë rreth 16 milion e 500 mijë denar, ndërsa do të ketë një gjatësi prej 950 metrave dhe thellësi prej 4.5 metrash. Projekti veç më është gati shkak i kushteve klimatike, së shpejti do të fillojnë edhe punimet. Ne nuk duam që atë problematik ta zgjedhim shkelë shko, ajo problematika e mbledhjes së ujit tek ajo zonë duhet të marrë një herë për gjithmonë fund dhe besojmë se brenda një viti aty më nuk do të ekzistojë asnjë lloj problemi me mbledhjen e ujit. Krejt procedurat janë në rregull, vetëm ashtu siç thash, së shpejti pritet të fillojnë edhe punimet. Përveç urës në pjesën e poshtme të Tetovës, pikë kritike ku më së shpeshti grumbullohet uji është edhe ky vend këtu tek kazerna e qytetit. Përndryshe, nga vërshimet e fundit të rreshurat e para 2 viteve, pësuan edhe objektet që shihni prapa meje, të cilave dëmshpërblimi nuk ju është dhënë ende. Ndërmarrja publike komunale Sharri ka marrë nismë kundër një pjesë të banorëve të cilët janë kyçur në të zezë dhe bëjnë keq përdorimin e ujësiellësit apo kanalizimit. Nga java e ardhshme, inspektorët do të bëjnë kontrolle në disa pika të dyshimta në qytet, ku ka dyshime për keq përdorime të këtilla. Të njëjtët mund të gjobiten nga 500 deri në 2000 euro, sepse sipas ndërmarrjes, pikërisht shkaku i kyçjeve të këtilla apo edhe nxjerrjes të ujit në rrugë, ndodhen mungesa të ujit për pije apo bllokimet e kanalizimit në disa pjesë.